Shkëndia e Tetovës mori një barazim dramatik në ndeshjen e dieshme ndaj Shkupit. Në derbin mes ekipeve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kuqezinjt arritën të barazonin rezultatin vetëm në minutën e 86 të takimit. Skuadra tetovare ishte duke humbur me rezultatin 1-3 deri në minutën e 51. Një nga protagonistët kryesor ishte mbrojtësi shkodran, Aleksandër Trumçi. Ai zhvilloi një 90 minutësh për të mbajtur mend, duke qenë një nga lojtarët më të mirë në fushë për të dyja ekipet. Ishte pikërisht Trumçi që asistoi në golin e barazimit. Nga krahu i djathtë, pasi kaloi 2 kundërshtar, ai harkoi bukur në zonë. Shala përfitoi nga pasimi i tij dhe shënoi, duke i dhënë një pikë me shumë vlerë Shkëndijës. Shkëndia kryeson tabelën me 63 pikë, 4 më shumë se ndjekësit e Sileksit, me vetëm 4 javë të mbetura deri në fund të sezonit. Për Trumçin, ky ishte asistimi i 4 këtë sezon, ndërsa ai ka shënuar edhe një gol. Në rolin e mbrojtësit të djathtë, 24 vjeçari është vlerësuar si një nga më të mirët në elitën e futbollit maqedonas. I ardhur nga Bylisi verën e kaluar për 50.000 euro, Trumçi është shumë pranë shpalljes kampion me Shkëndijën e Tetovës.